realisht, e kam dikotruar tekstin. Thot, nëse ata lirohen, do të thonë në Hag duhet të vendoset drejtësia. Nëse ata lirohen, do të jenë pengesë për implementimin e planit të paqes së Bashkimit Evropian për çështjen Kosovë-Serbi. Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini të tani gjithë në analizë. Shkojnë e dhe në rodhës, për njefni miq, këtë shpyfësin. Shkojnë edhe gjenë pak i luteme të diskutojnë së bashku. Dhe këte informate ka pas kryeministri i Shqipërisë. Me zë. Dhe njëherë të lutëm, në takim të kurtit me Macron. Kërkon, i thot, deklaron, se po u liruan, Zoti Thaçi Kadreveseli, do të jenë pengesë për implementimin e planit të paqes së Bashkimit Evropian mes Kosovës dhe Serbisë. Ku i kia të fakte o kush? Pse për ja fut këtë? Nëse ki fakte që ti? Apo po donë me nëzirë hakun që të blokojnë parlament? Mos rri me Fatmir Shehollën, dashmi bo Kosovës në derë. Pse po shpif, o një randë? Faktet, që me goj, me shkrim, me video, ku i ki, qëti, të shohëm edhe ne, të kritikojmë edhe ne. Shkojnë amiq. Kam tekst rujtën. Cili plan paqe thotë se? E kam tekst rujtën që të këshyre edhe e vazhdo muhabetin. Qysh fjallë lafe muhabeta? Të Ridvani. Shkojnë amiq. Cili plan paqes, Si pas që Ridvani është kim ishte. Logajte të kush është ka jep informata. Te kuptoni ju? ta planë se plani franko-gjerman dhe marrëveshja e Ohrit, e cila e bjen Kosovën në një situatë kur do të integrohemi këtë ato që ka biseduar pak më herë. Shumë mi që dhashër, ky, mënohet mi tregu Albin Kurti, kryeministit tonë, se çka do me thonë marrëveshja e Ohrit. Me të vërtet kjo dokument mi që dhashër. Çka do me thonë marrëveshja e Ohrit për ty, oj nderum. Pse s'pe përmen, kur thot që thot Mitrovicën nga ka falë Rankoviqe. Albin Kurti thot, jo. Qila me adonshme o njeri, o shpifs, o mashtrus. Qila me adonshme. E para. E dyta, kur na qenga ka që e donshme marrëveshja e Ohrit. A thua, pse s'pe pranon Serbia, mëre? Pse s'pe nënshkruan? Kur ko ka e dobishme për ta? Hajë, të regoje popull, jo mu, zonë e di. Popull të regoje, pse? Pse s'pe pranon Serbia, ato? Pse s'pe nënshkruan vësiqe? Jo, zotri Berisha, jo. Ti mundesh me gëny do, me qitë hysyve, po jo neve, jo popullit. Jo, nderum, jo. Gone mi që dashën, gone. Qish mënohet me shpif ashiqare. Shkojna? do të integrohet kërkuar pa kushtin që Serbia ta një Kosovën si shtet. Dhe ta ndryshoj kushtetutën. Dhe atë është të pyetja si çka do të integrohet, si pjesë kushtetuese e Serbisë. Në përgjithë thua. Gone. Zorit Berisha, ndëgjojmë në mirë Kjo është pjesa e dytë që e kom put. Amo, ti kthejmë saj pjesës të parë. Unë nuk e di, ti, si ushtarak, mund është mi përmen këto fjallë, mund është mi thonë këto fjallë, pa vërtetat, pa qena. Nuk e di pse, sepse votat jënë kry. Amo, kote e kije, ti dhe të gjithë, si për dhe kë, si a kë, si li dhe kë, me shpifje e kini shumë pëtë, se s'muni me rëzu Albin Kurti. A s'muni marrë vota, veç kote e kini. Vetëm, për zhvlerësoni vetën, për tërproni vetën, për të regoni vetën se kushini, se për ndryshe, po mirë, të na thojnë,
Shqyqyrë qëra që kjo deke o po. Besoj që për kupton Berisha, po. Në regullimi. Vazhdojnë e miq. Më thonë e një fjallë pëlturët kuvendit e kanë marrë për ambicje. Bile jo për ambicje, po kryeministri u mundu me më godit me tema tulta. Për një fotografi rasti që më ka bo një person që kur ka bos kom ditë kush është a eq. Jo, pret. Qysh o ndërum, se ke ditë kush ka bo atë foto. Me konje kon ullëm. Mos vëlla njerë se kanë marrë të ka prufat me shohën në aty dhe me thonë prit se më të bëjë fotografi. Kon perrano burë. Kon perrano vëlla. Ti e koni ullëm me Fatmir Shehollën, edhe të kam po fotografi. Spedishe ti kush e ka po fotografin. Jo more, po zote, po të shpetar turp, si ushtarak, me najtë me shpion të Kosovës. Albin Kurti ka thonë shumë mirë. O, Hysen Berisha, dash minimu poplit Kosovës, a monit kohët mostri me Shehollën. E tash, po thu jo, se kom ditë kushëm ka po fotografi, pe lom që se ke ditë, po pse e ullë me to? Të di që është shpion. Për çfarë arsye? Se ke ditë kush ka po kuna marrë vëlla, kon po do me rajta vëlla. A për në gjënë e miqë? Tani ku më i besu vëlla? Njeri kur të ranë asë shumë, që dhe kur të thotë vërtetën, e ki problemi i besu. S'ka diskutim ajo. Po shkojna me që lutëm, shkojna. Të këqyrim s'ka po shpiv. Pra të Shehollën, edhe goditja aty sepse i dhimtja e çfarë i thash. Hade? Se me këto veprime politike për shet në tradhti. Ti, po i thu, Albin Kurtit. A thua more zot, pse nuk i dhe që Hashim Thaqit? Pse si dhe që na Mushadinit, kur e dha Çakorrin? Hashim Thaqit kur e pruni kufirin në Urtiprit. Ku ishe o Hysen Berisha? Ku ishe o mashtrus? Ku? Unë nuk e di pse e ki gjithë mdhef kundër Albin Kurtit. Tregu o burë. Thuj po rajë vëlla, po gënjej. Se so që shtët, po se duket njerës është e kom i notë, e kom këto edhe, po gënjej. Edhe në ashtë ta poplit ta faldi që ishte. Po me dalë me rana gjithë ki burë, për bez dëshmetar tërp, me dalë me gënyja shqeqare. Sepse kryeministri jonë i dashur në parlament ka thonë të ka bua mën, o burë mos rri me Fatmir Shehollën, dash minimu Kosovës. E ti del këtu, edhe la matë, që nuk e di kush më ka bu fotografi, që po ta besojmë, që s'pedin, amo, kush ta pruni që ule me ta? Mos volë e ka prule lekat. Tregona ne vëlla çka të ka lidhë me Fatmir Shehollën ty. Si ushtarak. Tregona vëlla çka të ka lidhë me Fatmir Shehollën. Kur këtë botë ati që ai shpion numër 1 ka qenë Kosovë. Jo. Nuk mund ishe të fore. Nuk mund ish me vajtu me lot krokodili. E kishëm këtë, ti, gjitha ta. Nuk është aja konga e këtë në hershit bo që ka full, e ka hongër, së po mu, jo zot një ka marua jo, rana s'ko mu, pun po, amo, jo rana, e jo dollavere, e jo mashtrime. Mishtë të doshën, kjo ishte vide për sot, mire pashën e të radhës, ju përshëndet nga ushtria, sepse hala jeme pushime.